10 nëntor të 2025-ës, dita e fundit e muajit. Nga ndonjëherë kur kemi fillimin e ditën e parë të muajit dhe ditën e fundit, duhet jemi shumë kujdesshëm sepse mund të gabojmë dhe ky gabim mund të na kostojë shumë shtrejt për sa i përket punës, sa i përket karrierës edhe gjërave të tjera. Duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe të dim çfarë bëjmë. Nëse kemi pasur ose kemi çështje problematike apo gjëra të kësaj natyre, duhet jemi mjaft të kujdesshëm që të dim se çfarë do të bëjmë në vazhdimsi. Por para se të filloj me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme dhe vendimet që mund të marrim, sepse ka të bëjnë shumë vendimet që marrim sot, sepse mund na prishet disa ekuilibra. Pra ne duhet pasur kujdes, vëmendje në punë, vëmendje në çështjet ekonomike financiare, në shpenzime, sepse aty është gabimi më i madh që bëhet. Tek shpenzimet që vemi marrim orizën edhe ne duam të marrim diçka tjetër dhe nuk marrim atë që duam. Prandaj kërkoj vëmendje. Por pas se fillojmë me parashikimin e kësaj date, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www